Kemi ardhur në pikën më të lartë të Nukut, kryeqytetit Greullandës, për ata që s'kan parë videot e tjera, e gjëra më kurioze kurse është që lindja e diellit dhe perëndimi i diellit e kemi nga Ngjeti Krah. Ishim duke kërkuar në krah tjetër, por e gjejmë në Ngjeti Krah. Tani do vëm të informojmë pse qysh tek, por normalisht deri diku e dim sepse jemi lart në nord fare, domethënë në veri të botës të globit. Tani pamjet janë spektakolare, nuk e di nëse arrihet që transmetohet ato ngjyra dhe ai bukuri që ne shikojmë me sy këtuja, por si zakonisht kështu ndodh gjithmonë ditët e fundit kur ne duhet të ikim, atëherë dalin dhe zbulojmë dhe gjërat më të bukura të Nukut. Tani t'u tregoj me kamerë atë që arrim të shikojmë. Ky është kryeqyteti i Nukut, është një ndër pikat më të larta që ndodhin këtu në Nuk, ka 18.000 banor, 60.000 i ka gjithë ishulli më i madh në botë. Okej, kjo është bukuria që ne shikojmë tani në këtë moment, daljen e diellit atje në fund dhe ngjyrat që rrafin në fjordet e Nukut rreth e qark, ku deti duket që është i ngrirë, ka iceberga nga të gjithë krahat. Tani do rregullojmë gradualisht, është shumë e vështirë me një video kaq të shkutur sa na lejon Instagrami për t'i bërë, por neve do mundohemi që të marrim sa më shumë që t'jetë e mundur, do ta ndajmë dhe në 2 pjesë videon. Kjo është bukuria që shikojmë nga Nuku. Atëherë, këshilloj që ta vizitoni për faktin se si njerëzit janë adaptuar, se si njeriu adaptohet dhe në tilla pozicione gjeografike kaq të vështira, në tilla klimash kaq të vështira këtuja, për sa i përket tani, për sa i përket klimës që shumë pyesin temperaturën. Atëherë, mos të ngatrojmë dy gjëra që janë shumë interesante. Atëherë, një gjë është temperatura ajo që shndojnë, domethënë, në termometrat tonë, dhe një diçka tjetër është temperatura e perceptuar, domethënë temperatura që trupi jon percepton. Në këtë moment kemi një temperaturë diku te -8, -10 gradë temperatura perceptuar, kur termometri shkruan diku te -3, -4. Pra, nga erat, nga rrymrat që ka këtu, perceptimi i temperaturës është shumë herë më i madh se sa temperatura që shkruan termometri. Tani, ngjyrat janë shumë të bukura. Ky është Nuku. Disa po më pyesin në privat se si mund të vinë në Nuk. Atëherë, për shumë arsye nuk dua që t'jap këshilla, sepse pastaj nëse diçka shkon shtrem, pastaj jo më the kështu, po më the kështu. Tani në Nuk nuk mund të vihet thjesht me pasaport, kështu që mund të aplikoni për vizë. Nuku bën pjesë në mbretërinë e Danimarkës, kështu që është thjesht nëpërmjet ambasadës Danimarkës të kërkoni lejen ose vizën për të ardhur në Nuk. Por ja vlen baraqiran ajo që ju do gjeni dhe ajo që ju do shikoni këtu. Ky është deti, është i ngrirë. Është shumë e vështirë ta imagjinosh, ta kuptosh për neve që rritim me një klimë mesdhetare.